So Paul says two things in this verse. Pali thot dy gjëra te ky varg. It says, but there are two words I want to focus on. Janë dy fjalë ku unë dua që të fokusohemi. He says the word, I discipline myself. Ai thot fjalën e kam disiplinuar veten. He says, so that I will not be disqualified. Për të mos qenë i përjashtuar. The disqualified is giving us the idea that he is qualified. He has been qualified. Fjala përjashtuar apo i pa kualifikuar do të thotë që ai nuk u kualifikua për të qenë i denj. Paul tells us in 1 Timothy chapter 1 that he has been qualified by Jesus, who put me into service. That is what Paul says. Jesus put me into service of him. Tek 1 Timoteut, letra e parë Timoteut, kapitulli 1, vargje 12 dhe 13, pali shkruan që në fakt vetë Krishti e ka kualifikuar atë. Pra thot, ai më ka vënë në shërbimin e tij, që është ajo pjesa në gjyrjeshile. So Jesus is who qualified Paul, and Jesus is who qualifies us for serving him. Pra Jezusi është ai që ka kualifikuar Palin dhe është ai që na kualifikon ne për të shërbyer atij. So God has given us the opportunity to remain qualified in service to him. Pra Perëndia na ka dhënë ne mundësinë që të qëndrojmë të kualifikuar, të pranuar, jo të përjashtuar për të shërbyer atij. But it does not just happen. Po kjo nuk është që thjesht ndodh natyrshëm. We have a responsibility to remain qualified to serve him. Ne kemi një përgjegjësi për të qëndruar të kualifikuar për të shërbyer atij. And that is where the word discipline comes in. Dhe këtu vjen fjala i disiplinuar. The word discipline in the original language, Në gjuhën origjinale, fjala disiplin it literally means to strike under the eye, like ka kuptimin e drejt për drejt, i gjuash dikujt poshtë syrit, ja nxish syrin. as a boxing term. Si në boks. But Paul says, I discipline myself. Po, Pali thot, unë disiplinoj veten time, ka veten time me shpulla. The meaning beyond the literal, it meant to treat yourself harshly for the purpose of being more disciplined. Kuptimi figurativ është që ta nështrosh, ta trajtosh veten tënde ashpër, pra për të qenë më i disiplinuar. I have my own version of what I believe discipline means for me. Unë kam versionin tim se çfarë mendoj që do të thotë disiplina për veten time. And I hope this will help you understand that you have to ask Jesus to give you discipline. Edhe shpresoj që kjo t'ju ndihmoj që të gjeni e të kërkoni Jezusit t'ju japi atë gjën për cilën juve ju duhet disiplina. Here is my definition. Ja për kufizimi im. Discipline is devotion to my faithful participation in God's plan for my life. Për mua disiplina është përkushtimi ndaj kontributit tim besnik në planin e Perëndis për jetën time. So what do I need to do? Pra çfarë duhet të bëj unë? What do you need to do Çfarë duhet të bësh ti to stay disciplined to serve Jesus even when it is difficult? të qëndrosh i disiplinuar të shërbesh Krishtit edhe atëherë kur është e vështirë? We refer to the spiritual disciplines. Ne flasim shpesh për disiplinat shpirtërore, That we have the opportunity to worship. që ne kemi mundësinë të adhurojmë. That is a discipline before God. Kjo është një disiplinë përpara Perëndis. He has asked us to worship him. Ai na ka kërkuar që ta adhurojmë.
And when we worship him, Dhe kur e adhurojmë atë, then we are being obedient to what he has asked us to do. atëherë ne po tregojmë të bindur ndaj asaj që ai na ka kërkuar të bëjmë. Another discipline is for us to study his word, Një disiplinë tjetër është që ne të studiojmë fjalën e tij, to read his word and then to study it deeply. ta lexojmë shkrimin, fjalën e tij dhe ta studiojmë atë thellë. Another discipline that helps us stay approved by God is confession. Një disiplinë tjetër që na ndihmon ne të qëndrojmë të kualifikuar përpara Perëndisë është rrëfimi. When we ask God to forgive us for the things that we have done that have not pleased him. Kur ne i kërkojmë Perëndisë që të na falë për gjërat që kemi bërë që e dimë që nuk e nderojnë atë. There are other disciplines that are spiritual disciplines like solace and solitude. Ka disiplina të tjera që janë disiplina shpirtërore, si për shembull vetmia, And the Sabbath day to rest. dita e pushimit, mbajtja e sabatit.